nuk qëndron me realitetin ku jemi sot. Ai vjen pas 12 viteve dështim në gjitha fushat, dështim me çështjet sociale, me një krizë të thellë ekonomike ku ndodhet vendi, vjen në dështim me pensionistët, dështim me të rejat, dështim me sistemin arsimor, dështim me sistemin shëndetësor, dështim dhe vjedhje abuzime me fermerët, pra me bujkun dhe me blektorin, dështim me gjitha afera dhe me gjitha këto ka një nivel të lartë korrupsioni, sepse si rezultati të këtyre dështime gjitha këto para dhe 12 buxhetet e shtetit janë futur në xhepat e tyre të 5 oligarkëve dhe të kabinetit qeveritar, që një pas një sot janë në burg. Dhe mos të harrojmë që sot ka një grup parlamentar formuar tek 313. Dhe pas gjithë kësaj, ai vjen prapë me një fasad, pas 12 viteve dështim, për një mandat të 4. Ishte një turp, një skandal shumë i madh. Përballë atij, në fakt, vjen kryeministri i Ashëm, kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, i cili vjen me një alternativë të prekshme, me një program i cili jep zgjidhje të gjitha problematikave që në fakt duhet ishin dhënë zgjidhje edhe më herët. Dhe padyshim në takimet tona, në takimet jo vetëm me intelektuale, por me gjithë qytetarë, kudo në çdo lagje, në çdo derë, ne shkojmë me alternativë të prekshme. Ne shkojmë me një program i cili ka të bëjë direkt me ekonominë e qytetarëve, sepse sot në thelb dhe problematika numër 1 e qytetarëve, nga cilë vijnë pastaj e gjithë kriza e thellë, qoftë ajo sociale apo depresioni i thellë ku ndodh shoqëria shqiptare sot, është ekonomika. Ekonomia është varfëria dhe është papunësia në nivele ekstreme. Dhe ne kemi një program dhe unë dua të nënvizoj këtu me të madhe programin e 100 ditëve të para, apo si quhet ndryshe e paketa dëmshurisë, e cila jep një zgjidhje të menjëhershme situate të varfërisë ekstreme të tejskajshme kur ndodhen sot 46% e popullsisë shqiptare. Dhe që në 100 ditët e para, ne ofrojmë një ndihmë ekonomike 200 euro. Dhe mos harrojmë që jemi vetmi vend në Europë që nuk kemi akoma të përcaktuar një minimum jetik. Dhe Edi Rama këtu ka dështuar në të gjitha këto 12 vite. Edhe pse ne ja kemi kërkuar me amendamente në gjitha këto buxhete që janë miratuar në 12 vite, përsëri ai nuk e vendosi minimumin jetik, sepse nuk ka patur në prioritet interesin qytetar, por prioritet për të janë vjedhjet, abuzimi dhe të mbush xhepat e vet dhe të kabinetit qeveritar. Kështu që minimumi jetik 200 euro do thotë japësh një mundësi jetese familjeve në pamundësi ekonomike, grave kurifamiljare, pensionistëve të cilët e kanë në nivelin nën 200 euro të pensionit, apo studentëve të cilët vinë nga familje në pamundësi ekonomike dhe ju duhet ai 200 euro për të paguar konviktin apo për të ushqyer. Pra, me këtë ndihmë ekonomike ne japim mundësinë që këto familje në pamundësi ekonomike të ushqehen më spaku. Nga ana tjetër vim me paketën e pensionistit. Nuk do ketë pension në 200 euro.